Rusia mbetet një kërcënim i drejt për Europën, u tha ligjvënësve shefi inteligjencës së Gjermanisë Martin Jaeger, ndërsa theksoi se Moska është e vendosur që të zgjerojë sferën e saj të ndikimit me në perëndim drejt Evropës dhe se në çdo moment do të ketë një përplasje të nxehtë. Për të arritur këtë qëllim, Rusia nuk do të hezitojë të përballet drejt për drejt ushtarakisht me NATO-n, nëse është e nevojshme, tha Jaeger gjatë një konference me ligjvënësit në Berlin. Pjesë e kësaj konference ishin dhe udhëheqësit e shërbimeve të inteligjencës së brendshme dhe ushtarake të Gjermanisë. Fokusi i takimit ishte Rusia, edhe pse u diskutua për ekstremizmin politik dhe atë fetar. Jaeger tha se Gjermania është saku numër 1 i Rusisë në Evropë, duke pasur parasysh se është ekonomia më e madhe e BE-s dhe luan një rol udhëheqës në mbështetjen e Ukrainës. Paralajmërimet vijnë pas një sëri incidentesh në Bashkimin Evropian, përfshirë inkursionin e dronëve rus në Poloni dhe shkeljen e hapësirës ajrore të Estonisë nga avionët luftarak rus. Autoritetet gjermane dyshojnë se Rusia qëndron pas inkursioneve të ndodhura me dronë në aeroportin e Muniut, ndërsa po hetojnë gjithashtu edhe fushata të ndryshme sabotimi dhe dezinformimi. Ne nuk duhet të rim duar kryq dhe të supozojmë për një sulm të mundshëm rus që do të ndodhë më herët se viti 2029, tha Jaeger duke ju referuar një vlerësimi të mëparshëm të inteligjencës gjermane.